3 djemi kanë, 3 menojnë për jashtë me ikë. Qikën e kumë posë, e kanë lutë me hinë punë të. Ka ikë thas do, thas më martu këtë, du më martu jashtë. Në gjesë që unë herë, ta në bjeshkë në gjanë. E thë sytë qilet zemra, që ty mbyllë për vjeshkullë. As pas atë zonë, tas janë shkullë. Me një kushëriturin që tu i kem në dhenë, edhe dhi, e lëp, e bollica. Në fshatin Aqarev, ka dhëva e në konë dhej 260 shpi. E tash dikun ekzistojnë, dikun ka 45 shpi, te 50 që nuk shkojnë. Përshëndetje për krejt miqemin nga unë Eliona. Jemi sa në fshatin Aqarev të komunës së Skënderaj. Rrugës që ishim duke arë këtu e pam se ka shumë pak shtëpi në këtë fshat, por megjithatë ne po tentojmë që ta gjejmë dika me na fol pak për fshatin e tij, se si është edhe çfarë veçori ka. Hajde bashkë me mua që ta takojmë dikan. Duke ecë këtu në rrugët e fshatit Aqarev, po shohim shumë pak shtëpi, po e kemi gjetë një banor me cilin po do me na tregu pak për fshatin e tij. Është Yusuf Bajrami me cilin e kemi rastin ta bëjmë një intervistë shumë të shkurtër në lidhje me fshatin e shumë tjetër. Hajde një bashkë. Jemi këtu me Axhan Yusuf nga fshati Aqarev i komunës së Skënderajit. Axhan Yusuf, faleminderit shumë. Me nërë kushi. Që po kaloni? Pa e tash së kur në përkajt fshatrat, me bëjsi merëm, me blegtori që të me punë katondit. Apo keni punë sa të vuat? Punë ka bët, po punë pa pare jenë të. Punë përdeshme, që për ditë të melqo gjanë. Orës t'jep kërkush në akshon. A keni përfitime në fond? Po, në fond, po. Po, në fond, po, do të me ngo për me këtu. Sa krer lopi keni? I kam 15 copa. 15? A keni shqit në i herë? Po e shesëm për... Për festa, për bajram, për... Për që tu i shesëm. Sa e shqit në një, për shambull? Pash me kilogram, 3-7. Sa duhet me kom për afërsisht një qmim? Vallaj, qmimi, që tash që shenë gritë, mërkatras për më kom, po nuk bëhet me full, se nuk është keqë, edhe 3-7 nuk është keqë. 3-7 keqë. Tregon pak jetën në fshat, qysh është me jetu në fshat? Fshat është me jetu është mirë. Me jetu, kush jetën në fshat është mirë, se në gjesë që unë herë, ta në bjeshkë në gjanë. E thë sytë qilet zemra, me dalë në bjeshkë në ajë. Ajri i pastër. Nuk është ajri i ndytë. Po, që me bo, e kam shukë, të s'ka. S'ka shkulla veç për vjetë që ty mbyllë për vjetë shkulla. Sa nëzohën sa për afërsisht janë në shkullë? Ta përthëjnë veç, as pas atë zonë tas janë shkullë. Në fshatin Aqarev, në shkullën që e keni këtu afer, rrëth 50 zonë. 50 zonë, a një klasi ka pas 50 zonë. Një klasi ka pas 50 zonë në kohën tënde? Kohën tam jenë kohën 50 zonë sa një klasë. E ta është 50 zonë sa komplet shkulla? Këtë shkulla, kanë shumë fshatin krejtë. S'ka shumë pak, veç që këmi di, si që të jena metë. Se në të tjera plogje që jenë përver. Sa rinj ka fshati Aqarev? Po, pak të rinj. Edhe këta që jenë të jikë për jashtë. Të menu, 3 djemi kanë, 3 menojnë për jashtë me jikë. Jetojnë në Kosovë, po mendojnë me dalë jashtë me jetu? Të punu jenë klinë të begut, po menojnë me jikë jashtë. Qikën e kumë posë, e kanë lutë me hinë punë të. Ka i këthas do, thas më martu këtë, du më martu jashtë, me hitës, me kotë. Tash për më një thu ju. Qa menon të, a javlin me dalë jashtë, a javlin me punu këto? Ja, si javlin, po që tash kur thesh, javlin me punu këtu, po do të me posë pak, që me thonë, me konë sigurimi shtetit. Me kohë sigurimi që tash, a jem punë, të vrahën vend punës. Ka kriz djali dërën të.
Qatë dit ja ka pagu edhe mos i ka pagu. Një muj e gjys ka nej në dorë, mos i ka pagu. Nuk e ka pagu. Se ka pagu, se s'ka sigurin. A i parët janë olë për sigurin. A bindën edhe ju vetë në herë kër i një fëmijët e ju të thonë që nuk ka vlen me jetu në Kosovë dhe këtyre medalja është. S'kivit ti dhëtë më binë. Tash ti të shkojnë dje për jashtë, edhe në dhëtë në shku mas tyne, se ku me nej, plakna, ose rejtë edhe një. A ju marri për të djanë me vete jashtë? Pasha zëte, nashta na morin, nashta s'na morin. Për kohën që ka orë sot, qka me ndonë, do më thonë, kur rinia gjenë, do më thonë, partnerën e vetë, sa i respektojmë asaj Pasha zëte, prind. shton pak i për respektojnë, ko tash 50-50. 50-50. 50-50 cunë është me thonë dhe që se respektojnë. Që tash unë i kam djemë, për 3 djemë të i kam, po mu më respektojnë. E kur ma respektoj vllahën tem, edhe mu më respektoj. Po. E ju mu sot për më thënë hiq i këtu, për hiq se s'dëfin. E ti i manë këtu sa Unë për... moj veç për vetë. Po. Edhe mu arë këtu vetë, më shku mas dyne vetë. E bën me qef këtë punë. Basha zëte shumë në vëllë. Po në shpitane, a punon diçka në borën e juj? Valoj punoj A punon e tokë? Tokë, punoj po është vllau, na jem bashkë me vllau. 3 vllazë bashkë. A jetoni bashkë me një shtëpi 3 vllazë? 3 vllazë me 3 Edhe gra me fëmijë. me 3 gra, ata i ka na 2 ke fëmijë ma të mëdhej, rritën janë fëmija e mi dhe 2 të vlla, i treti i ka 2 fëmijë të vogël, po na mos me pasë që ata 2 në shtëpi, pse qa më shku me nejme. Sa antari bjen që jeni komplet në shpinë e ju? 13 antar. A keni ndonjëherë shumë mos marrëveshje se është pak ajo koha kur Jo, vllazni jo jetojnë se e kema gjuhën e përbashkët? përbashkët. Që ai treti punon në Prishtinë, jem të mi punon në Klinë, kur vinë akşam lahen handar, e morrin babaki morrin 2 migjallartë, në kërë tonë bashkë me 2 kjerë e shkojnë pinë kafe. Pas që ju thëmë bësi merën. Po. Ma fërtin gujnë migjallartë se mu. Tani kjo është për me jo ardhë mirë, po. Unë mund majtë noqën jo. E në mbeq për në shtetë, si jem për shtetë, si jem kërkushe, kërkën. Pse? Që s'kem ullë me pi. A keni diçka që ju kam jetë pengë në fshatin e ju? Çka ju pengon diçka? Ujt nuk na vë, bërlogin s'vin me marë, Është nuk njëherë vjasë bjen me marë, prittojnë, ujësjelësin po të ujt ti, 2 evra gjysë i ki në mu ujt, vequrën që i ki, mu antarësu, që i antari, e ki urën, 2 evra gjysë i ki me paguhe. E ujt që 3 herë thiri fatën bobën drejt e urin, nuk në lësho ujt me pi, ujt. Se të në lësho ujt një urë, s'pe thëmë shëra për dit. 24 saat një dit, shënë 1 saat një urë. Që atër t'i mu shumë do enë për me pise, për me lakin, që po kjo e rika flesht kjo ljoni. Se ka ujt atëzes, ka përlëgje gjujtë shumë. Se në ti, tash ujt e s'ti pënojë, se në. E që shja bani për me në kuqe të shëpis? Me plej. Me plej bidona me ujë? Me plej bidona me ujë, me pi ujë. është pak e fshit. A i kështë ndru në herë fshatin e juj me dalë me jetu në Prishtinë? Jo, kur. Pse? Kur për jetë, as në Skenderaj, s'kërkun që shatonë. Po pse? Pse ojë e ndytë. Po nëse veç... Ma qëtë je këtu, qore, shkën në Prishtinë, unë i shku, kum nej, kum sa beta, kum bo gjëmë. Në fakës të më tabet gjëmë. Zhurma? Zhurma, Tana, po kur vike një të natë që qutim ku. Kur vike maturë, ma marrë ke menja për të mi morë dhe banesën me dhe. A përsa që e qështu ku? E tash, a munësh të që nuk të njën vizë zëjtë njën të... Po nëse veç të kishë ofru një punë shumë e mirë, që i kështë... Kur hes zdo punit, për në kam veteranit, me që aton do me jetu, me që të gjanë, sa. Ma mirë me gjanë fshatë se sa me zhurëm në Prishtinë. Aj, ma mirë me që të gjanë. Për tëtë, një sufi për tëtë, ma mirë që të me që të gjanë, se më shku me jetu në qohë. Qërë kështë e thonë, gjaj softi rinis që dalin edhe braktisin vendin dhe Ta shpër më një thu kur gjë kërkuj.
Rinia po i bëj apel mës me dalë, po s'munësh me nalë, se s'kiti këtu kur gjo. Mas pari sigurim s'kit punës. A do i thof, na kur erdhëm rrugës po pak shtëpi, po njerëz heq. Jo, Tregom sa shtëpi janë konë ma herët. 350 shtëpi janë konë. Janë konë. Janë konë, po tash që në asë shtëpi që. E pom edhe rrugës kur erdhëm, e pom që shumë pak. Tash, jeni për ty të kërkon zgjon të treni, se në stacionin e trenit e kemë fund katunit. Të zgjon njeri me vetë ku është stacionin e trenit. Shkojt këtë katuni zgjon njeri për qytyn, qëta, punëtor qëta. Pra kanë mbet shumë pak njerëz. Shumë pak kanë mbet, shumë pak. Këtu. Pak kanë mbet. A që so falimderit shumë për kohën. Respekt. Gjithashtu ditën e mirë. Falimderit, ana falni, ha? Jo, ta më puna, falimderit. Pak ma herët e patëm bisedën me Axhën Jusuf, una tregoj se në fshatin Aqarev nuk kanë ujë, edhe pse kanë bo ankesa të shumta, prap është e njëjta gjendje. Megjithatë, ne erdhëm me po pak edhe reken se në çfarë gjendje është, po shihet se është një gjendje të tmerrshme, e cila po kundërmon edhe një erë shumë e rëndë, po shihet se kjo rek ka mbet për mirim. Prapa kamerave, banorët e këtij fshati na tregua se një shumicë e madhe, një përqindje e madhe të banorëve të këtij fshati, si rini ashtu edhe më të moshuar, e kanë lëshuar fshatin. Disa në Gurbet, e disa edhe në qytet ose Skënderaj ose në Prishtinë. Aja vlen që fshati Aqarev i komunës së Skënderaj me një histori shumë të lavdishme, të braktisë deri në këtë mënyrë, ato nuk e dim, por e dim që komuna e Skënderaj pas ka punuar deri më tash shumë pak për këtë fshat. Në fshatin Aqarev dhe pas intervistës që e banu me Axhën Jusuf, ne po tentojmë edhe me gjetë edhe dikon prej banorëve të këtij fshati, edhe pse po është shumë e vështirë me e gjetë dikon, po megjithatë ne kemi me tentu edhe me po edhe në lagjet e tjera të fshatit se kanë mundemi me e gjetë. Çka mundemi me po në këtë fshat edhe çka mundemi me dëgju në këtë fshat, na tregojnë veç banorët e këtij fshati, me të cilën do ta kemi mundësinë gjithçysh me e gjetë dikon. Duke hes në rrugët e fshatit Aqarev këtu në komunën e Skënderajit, e pam edhe një banor me cilën na ka prit në shtëpinë e tij. Është Selim Mani me cilën e kemi rastin ta kemi intervistën. Axha Selim, faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve, u gëzofshi që keni ardhur me na vizitue. Faleminderit. Respekt për juve, si gazetar, si qytetar, si njerëz që ne ardhmë me na po ku jetojmë. Me po pak fshatin Aqarev Me po prej fshatin Aqarev, tregova që Aqareva ka pas edhe njerëz dijes, po edhe njerëz luftës, po edhe ka qenë fshat i madh, kanë mbajt bakti, kanë mbajt lop, dhen, dhi, shumë. E sot apo mbajnë anda? Sot vetëm 2 shtëpi poshtë që atje janë, si mojnë dhen, edhe dhi, e lop, e bollica. Une qëto, me një kushëriturin që tu i kem, tjetër kush, edhe një push, ma push të i përviq edhe i ka pak, ju kretë. So shtëpi paka shumë i gjenë për afërsisht se janë në fshatin Aqarev? Në fshatin Aqarev, kallëzova i në konë dej 260 shtëpi. Si fshat 260 shtëpi. E tash dikun ekzistojnë, dikun ka 45 shtëpi, te 50 që nuk shkon. Ne patëm rastin pak ma herët edhe me një banor tjetër mu taku, na tregoj që shkolla të më thonë këtu në fshatin Aqarev ka shumë pak nxënësa. So është pak shqetësuese për fëmijët e juve, nipat e juve që kanë me vazhdu me jetu. Po është, a di përsa është. Një ditë që unë i kam 2 nip edhe mesi kam, edhe gjysh më na quar dhe në shkollë. Pra shkollë, a din veç se si ka ardha, është 5 vjetë, hale si ka mosh 5 vjetë, edhe i komori kum qu një ditë. Po mu knaq zemra ditë kur shkova ato. Më priti aja edukatorja shumë mirë, e i thash patën dëshirë më orë, tha po pse si ke prungue? Thash po këta si kanë bo vjetë hale, e më preten mirë, e me ta na të lojnë ato që na s'kena ditë, na kena lujt me topat hornit. Nuk kena lujt me topa si sa që, ka topa, në bërtemin gjithë njonit. Edhe i mora i qovën, ja 2 ditë i kom quë. I kom fëtë në telefon që do. Po i mirë, ata thmi si... Po edhe mu më dok mirë se shamë të bëjë. Unë kom kryjë që të klasën e 6, se kom kryjë në Aqarev, 7 dhe 8 në Likovës. Kom mes në Likovës, që më shkur 7 kilometra një rrugë, edhe 7 kënena 14 kilometra i kom bo për me shku në shkollë. E unë me kërë, shamë të bëjë i marë.
marë ta nipat e i qova ato, o gëzune, patën qefe, po pak, shumë pak në zonë, shumë pak, jenë met pak. Me siguri atëherë duke qësh një sekretara është edhe kushëri jemi, është dalë një Mësli Hoxha, dikun atëherë kanë qenë dikun ka 400 gjarat në zonë, te 500-shi, jenë konë, kur t'ka tregova që jenë konë 260 shpi. E tash jo, tash jenë met pak shumë, edhe ishin këtë mësuse të përpora tash, adin na kena pas mësusen, në klasën e dytë ka mësue Zyhra Jakupi, mësuse me thonë tash, une jem 58-ën, 7 vjetë kër i kom pas, ka mësu që e mësusje, e Aqareve s'ka qenë aja. E tash ish plët mësuse, adin më të kënojsh zemra, plët, adin e të shkollume, të edukume, të respektume. Tregon pak që ju do këtë fëmive, një pavtu, me savtua këto fshati Aqare për me jetu? Po këti një do këtë, se në vogël i do këtë mirë, se fshati është i mirë. Po kur të rritën, a mendon që edhe si rinia që tash për ta që kanë shumë fshati, se po më që shumë pak banor ka, a mendon që ka marrë koha që me u largu edhe këta prej fshatit? Po me siguri po, se për shembull tash qeja që tregova i ka ardhur koha që ashtu se të cili edhe ti cilit ven je, edhe ti në qatë ven fshapu ta bëj fëmija jëtë ka dëshirë me shkue. Inshallah fshapu ta bëj qështë po thuti është, edhe ata më ardhë, masi desëm na, fshapu ta bëj shkujnë edhe 50 vjetë, 70 vjetë, 100 vjetë, fshapu ta bëj, dikush del Skenderaj, dikush është në Gjermani atje, po verës, adin, kanë dëshirë, se cili morë vend vetën, me po venin ku ka jetu gjyshi, së gjyshi. Po. Apo mendojnë që shumica një pjesë dërmuese e njerëzve po dalin jashtë Kosovës me jetu edhe, çka po mendon ti, a e gjejnë vetën ma mirë në Gjermani, apo ja kish vlet me najtë edhe në Kosovë me jetu e me punu? Unë kom qenë edhe në Zvicër si turist, po edhe në Gjermani më konë të djemt, jëm konë. Për shembull të Gjermani, punë shumë, edhe pak parë, nuk ka parë në Gjermani që ka qenë para 30 vjetë, kur u ka marka, atëherë ka pas vleft, gjithë se shkofi, tash nuk ka e vleft, e atë në djelve tonë që marrin pare, nuk ka vleft. Po, me doshtë, si kuna shumë tjerë që ja bojnë, shampo ta bëj mordë, me qilë një fermë, shampo ta bëj më mordë, me ljap, shampo ta bëj më mordë me dele, me dhisi, shumë emisione, një vend këtë e përzareni, pula që i kishë bon, për shamu, një 18 vjeqar, një 16 vjeqar, dy vllazni, i se më interesujnë ato punë mu, se u mbrejnë për djemë mitit e për një pat mitë, mbrejnë ato usane që i shorë shamu ta bëj, edhe ku kishin mrinjë ata 4 mitë se u pa pula. Ne kemi bërë historie bashkë me ata 2 djemë 3. Allah ile. Po, si ka një javë para që e kemi bërë shumë historie më pëlqej, shumë. Po të më thonën, me dosht e me gjithë venën, me gjithë vetën, vend vetën, gjomë më mirë nuk ka. Se që ta fëmi, që ka shkujnë në Gjermani, djallit temet, vllaut tanë, se be pa vëtu, ata kajtë jesin atje, kajtë jesin ata. Nashta shumë e gjejnë vetën në rinia në fshatin e tynve që jetojnë edhe e qelin që po thutin në firmë për me punu me bujqësi. Nashta e nxjerrin një rrok shumë atë mirë, nashta se në Zvicër që thaj ishin edhe ata vetë. Po qashtu edhe, ju i një konat e mision, ju lumët. Se shumë, adini, mu më knoqe e zemra më kënaq kër i poshtë. Njërë po të rritit bre, shumë ju ka bon, shumë me thonë, si kuna një ves, me thonë veç të më shku në jashtë. Një djale kam, ka nejtë një vjetë në Gjermani, me do letra këse, me thonë, Slovene, një vjetë, mothet nuk shkoj kur. Oshtë në dërtim të ari, oshtë në Klinë Begut, edhe ajtu i punu në Klinë Begut, oshtë një firmë, general thirët më zgabosha, ka pagesën e mirë, ka lehen për kamion më mëdhej, edhe në ndërtim të ariri, atë rukë, shama po ta boj. Oshtë i kënoqen, po të më thonën me qatë rukë që ja merë qato. Aja është po të më, edhe një i modhe, aja punë në ndërtim të ariri në Prishtinë, edhe aja ka gjithë ka thonë që unë nuk dalë pe Kosovë. Nuk dalë. Edhe kë u konë, e ka provu një vjetë, dhe të më thonë edhe kë,
Mothët shkojtë në Gjermani, mletat po me dhonë letat komplet me shku të vllau atje, të vllaznijës, 2 djemë që i kam në Gjermani, thëtë nuk kom të dëshirë me shku. E vërtetë. Punon ndërtimtari, qatë banese kena ble, kur të kësmet, shanë po ta bëj, qa më po qështu. A gjna përshohim që jetu punu edhe këto kutijat ju mirëni me blegtori? Po, me bletëri. Rego ma pak që që bëni punën me blegtori këtu në fshat? Me bletë është vend i mirë, është pishin i vetë, kullosa, mjolta që bëhet pe i shekit lullë të. Shanë për ta bëj, kur është që i ka kuhën kia me punu bleta në të vlën. Nuk guzën fëmija me dalë që anenej, është edhe moli, edhe livadhet, është mjoltë e mirë, mjoltë e mirë që të dhash sojres me të prunë dhe mjoltë. është vend i mirë, është për bletë është vend i mirë. Nuk stërpikin këtu, si kuna për shembull në tjera vene, apo dhe që ka për shembull nuk bëhet stërpikja, se i dëmton stërpikja këtu bletë. A dhe me kom për shembull me që shokon për para, nuk të kanë tregue kur ka stërpik, për shembull, kjo pjesa mas qiknenaj është malishgoni, i klinës. Ato, unë e majmen me aeroplanu stërpik aja tuk. Viku këthej ka aeroplani ka na e bëjke stërpikin, po bletorve ju ka dzeke mshel një blet. E ta shkona një për shembull, po qitu të na ju shumë, e ka për shembull dikush që i bëna stërpikin, të jenë për blet është e dëmshme, sa aja elim është aja. Përveç me bleta merrni edhe me diçka tjetër? Po i kam lëpt, ai pove lëpt, i kam 8 copa, i kam lëpt, mjetet e punës i kam, shë ato tiganin që shkepi faren, plehin, i kam ato grabujat helikopter, i kam ato... A me shku prej afër me i po? Po, këtu e kam një shtallë vogël e kam, kam garardhen, tu të kjerët e kam garardhen. Edhe mjetet e punës i pasni këto? Po, i kam, tu e kam, shtallën e kam, e kanë me ujë, me ujë e kanë me në sistemin e ujët, shamë po da baj, me rrym, tu i lëshaj, djali i lëshaj, e kanë ati dritaret kiper, vetë të kumë punu krejt me qa djalin që në Gjermani, e kena punu vetë, thjesht po, pe i mojmë dhe gjonë që tu, mi se po jem fshat, po ja vlen, me ongër, mishin qëfore, ja qëtë dura jeme, qëfore. Ky ka 4 muaj i ka. Ky ka 4, a i ka një 2 muje dishka, po ky është shumë i ratë, se sa i nuk është i nekcis. Ky është. Qitonë që tash me qilë pozor veç Facebook, me qitë sonë s'kam veç një djallë, ky 1.000 euro i panë. A i tjetër është ma i vogël, a ky është i klasës parë është. Edhe ato lëp t'i pove vetë, ato lëp që i kenë ato krejt tracës. Po i shojmë agje dhe ka pjesën e blegtorisë ku e punane. Po. Sa blet i keni? Tu i kem, po i kem një 30 copa, blet, këtu e kam një vend tu, teri mishin e kam tu, e kam në keramika, krejt, me dretare, me dyrë, plastikës, po, krejt. Këtu mjetët i kam punës, shanë po ta bëj me plogj, me trenirash, me kësi valjak, me frezën e kam, qati e kam frezën, një garosht, një vlog. E kam frezën, romin e kam, blet, veni mirë është për tu, me punu me tu, unë kam marak, pej luftës e knenaj, pej natën luft, një djallë më ka gjetë një blet, edhe mo me që ato i morë. Nuk e kelë shumë këtë punë me blektorisë. Kur. Kjo ju banë muni mirë, edhe për me jetu këto, edhe për ajrën e pasër që e Ajrë është keni. shumë i pasër, ajrë është i mirë të të na, është ajrë i pasër, ka, shamë ta bëj, për natyre, për... tash ne kanë prunë, ta na kushtet, ta përshë krejt kushtet i kena, veç që nuk dojmë me ju morë qësoj pune, se rrugën asfalt e po, dhe në bërë. Rrymen e kem krejt me tela, shamë po ta bëj
Kejt me shtyllat betonit. A keni ujë këto? Po, kem ujë ballë. Se në pjesën poshtë fshatit edhe na tregun edhe banor që nuk kanë ujë. Ja, na kena ujë dhe tash mas një kodrë që atje e kam ujtë me ra me të lirë. Aja qeshmi atje është me ra me të lirë. Po. Këto na kanë që 2 vjetë, na kanë marrue, na kanë qelë pej komune, një djallë ka aplikue, pej komune na kanë qelë një shoqat arabe. Po. Ato zotë është përblef sa ja 100 metra është që të bunor. Edhe bunore. 100 metra është me ceva, të ngushta. 100 metra. Uj deri 5 ore gjysë kur se kum nolë, kum vadit. Që atjena, që ku kum sisterin atë shek, ku në sisterin atjena? Po, e kum pa mjell një pjesë kalama që e pasëll, deri 5 ore gjysë se kum provue, ma shumë se kum provue, se atë isha raketa, po dhe më thonën, uj së të dush. Një kam pe reke, atje në shtallë, e kam pe reke, atje kum qelë vetë. Atje me rakete, me kanale kum pague, kret, e kam uj kembal. Edhe një vlau që të kum posa, e më ka dekë. Vjetë, edhe aj që ja kanë qelë, vjetë ja kanë qelën, i ndalë të pitë ujtë. Si u deka i vlau, të një 2 djelë të i ka, edhe 2 i ka në Gjermani, e u dalë të shimet veçën që të. A është regon pak qyshe shef jetën mas 10 vjetë? Ha? Jetën mas 10 vjetë? Unë që shë për të më thonë, për rinim, se unë e në thas, unë si jam hish. Unë po thonë, se kësha pos qef, u konë një plak, një basi haqe, djali mizë babës tem, dhe kësha pos qef, dhe ke, me qitë, dhe ke krytë, dhe ke një herë më qutë të vore, me thonë, mësi që shpo të doket. Edhe më kësha pos qef, mi po, një herë, pa e sështë e mërsh, mi po të lullëzu këj vend të, po. Diri që tash apo mendon që e ka marrë Kosova pak jetën me punë, me veprimtari, me fabrika, për rini ton, apo nuk kanë mujtë me bo diçka shkak që edhe po dalin rinia jashtë vendit? Qore, për para ka qenë Jugoslavia, për pashme që konë, aja ka pos fabrika, aja ka pos. Kosova është shteti vogël, veç sa formu na tash pidim, për shabë të pej nëntës që mas luftë e kënene, dej 2008 që u formu shteti, nuk mundet një shtet i pos sa formum, shamë po të bëj me mërinja, tu kemi qef na. Po. Se jem shteti vogël, shteti vonë, shamë po të bëj. E atu nuk ko mo fabrika që i ka pos shteti. Mo është sistem kapitalist është. Ndash me morë, më punu ki mu bon, bës ki mu bon. Po s'punove ki me met. Dhe shteti tash nuk prit. Shamë po të bëj për shteti me të afruhe rrugën, me të afru ujtë që ujësjelësin, edhe ujësjelësin e kena. Po kur s'na vjen ujtë. E që të sene me ti për muhe, shamë po të bëj shteti që nona jem ka morë ujë të reka. Nona jem ka lo tesha, e ka qitë drongun këtu, në krahë, në midis dhunit, tesha në keton, tesha në thonë. Te ljumi atje u shkue, e ka lo teshat, sëtë maqina të në jenë. E enve, e teshave, me qka ko, me rrymë, me bëjlera, me krejtë. Pa të nëmërë nuk i kira posë, ta shi kira në të në krejtë. Edhe pilshojnë apet. Tash zvonë mua në ku. Valoj, aj njëri që janë kuat, për që të sene që tash me pas mundësimi mi rej. Se të në të mirat e Zotit në i ka quë, të në të mirat e Zotit. Vesh me punue, të në të mirat e Zotit në i ka quë. A e ki një apel për fond për rinin që e lëshojnë Kosovën? Valoj, unë kësha apelue, shamë për të bëj, se cili me najnë veten, vend veten, e mu punu, me qka të mundet, mu morë, e mos me lëshu venin, se mo ata fëmi tonë të hupe. Ata jesin si ku na shamë të bëj dë breza ma përpora që në shku në Gjermani, po atër që kanë morë grotë. Atër ka punu në Gjermani edhe i ka mojtë familjen këtu. Po pej mas 90 e kënenaj, ki pjat generata që mo ata martuhen atje, unë e kom një pa mesa atje, martuhen atje, nuk këthen mo. Edhe djallin e kom atje. Unë e kësha thonë, ju, me shku me punu, deri sa të bëjsh një bazë.
Si të bësh një bozë, këtheu për në Me Kosovë. investu në vendin e vetë. Këtheu në vend tonën, këtheu në shamë për të bëjnë në Kosovë, mos më bon shtetasi në Gjermania, Zvicra, Franca, Italia, po me konë në Kosovë, se dikur ko marrë një ku, shamë për të bëj, kur e lëshojnë krejt. Shamë për të bëj, qka, mu parazu na me shkit Mitrovic, sa konë në tonanine sërbë, që ko, mu parazu me ta me metë pakic. Na du të posë gjithmonë, shamë për të bëj, me këtë vend, me popullu këtë vend, që kanë hjek baba ju në babgjysh e katra që tu në të gjithë një shqiptar që ka jetu e mënyrë më zëshma tërë ka jetu e, po se ka lëshu venin, Që atje, baba më ka thonë 500 sopa dhi kanë mojtë dëshpia tyne që atje, ju krejt vish dëshpia. Edhe ku fizohet për të mo, mas që atje është e kur udha, treni është, mas që aty në shpijave atje. Edhe për atë kodrën në nenaj, e për qitë kodrën që kënenaj, edhe dejte që ke kodra që konë, edhe dejte një shpijë në malë, është një kushërinit në malë, ata e ndalë fushë Kosovë, që kjo është si fshatë. Kanë jetue, të kalzova 260 shpije në konë, kur gjithdo verën për gjithdo hap ke pos mi, gjithdo hap ke pos pleq. Tash, Shqibre tash, markerën, shamë për ta bëj, shkova në brimora dhe spesës e komserën, mbrapa shpija një nej, e shkova, edhe kur në rrugë që atje e posh një plak e në ola kjerën, e fulla me ta. Pa se mo kërkun bre kërkun, se mo plakas, se mo kërkun në se që. A që falimderit shumë për kohën edhe Falimderit krejta e fjalë për që juve, shumë falimderit e nera ju rritë. Ishte i gjithë ky materiali përgatitur këtu në fshatin Aqarevës në komunën e Skënderaj. Nëse keni dëshirë na takoni në fshatrat e juaj, na shkruani në koment. Nga Aqareva deri në fshatin e juaj, mirëmbrëjtje.